Qyteti malori i Fusharësit u mbush me tinguj folklori, ngjyra kostumesh tradicionale dhe emocione të shumta, teksa u mbajt edicioni 21 i festivalit mbarkombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor, Tinguj Zemre. Ngjarja kulturore tashmë e kthyer në traditë, u organizua nga Bashkia Fusharës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, shoqatës Sofra Pukiane dhe biznesit lokal. Në këtë edicion morën pjesë 19 grupe artistike me mbi 400 festivalistë të ardhur nga mbar Shqipëria, Kosova dhe troje të tjera shqipfolse. Artistët e vegjël sollën në skenë një mozaik të pasur folklorik, duke interpretuar me mjeshtëri, me instrumente tradicionale si qiftelia, lahuta, fylli dhe daudhja të veshur me kostume autentike të krahinave përkatëse. Ka startuar edicioni i 21 i festivalit mbarkombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor në qytetin e Fusharësit. Në këtë vit marrin pjesë 19 grupe nga e gjithë trevat shqipfolse. Prizreni, Deçani, Drenasi, Podujeva, Maqedonia Veriut, Laçi, Gramshi, Tropoja, Puka, Medvegja, Skënderaj, Lezhë, Shkodra, Mirdita, Mati, Hasi dhe Fusharësi. Juria profesioniste me kryetar Zhanit Sikon dhe Sabri Nushin dhe Minella Koreten do të bëjnë përzgjedhjen e numrave dhe do të japin çmimin e fitues në ditën e dytë. Është edicioni 21. Në këtë edicion unë faktikisht jam i ngarkuar nga bashkia, nga komisioni organizator i festivalit, si regjisor i tij, dhe në këtë event kulturor artistik mbarkombëtar marrin pjesë disi 18 grupe. Nuk pam vetëm instrumentistë shumë të mirë, midis tyre dhe virtuos të vërtet të fyllit, të qiftelisë, të ansambleve, në formacione nga më të ndryshme deri ke ato orkestrore, pastaj dhe vokale orkestrore kishte. Ky është festivali i cili pothuajse të gjithë komponentët e vet kalojnë live në skenë të gjalla dhe është një hap shumë i rëndësishëm përpara. Ky festival që në natën e parë shpërdosi edhe një dukuri tjetër. Nuk ishte thjesht folklorik, por pati edhe një disa elemente të tjerë të një arti që buron, që është popullor, por është edhe i qyteteve të rëndësishme, sepse jeta sot ka evoluar. Për 3 net me radhë, artistët e vegjël u pritën në mënyrë të veçantë nga vendasit, duke ndërtuar një atmosferë të vërtet bashkimi kulturor.